Është bërë tradit, fillimisht do të kujtohet himni e pastaj do vazhdojmë me fjalë në protestën. I kërkojmë secilit që të respektojnë himnin edhe policisë shtetit. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Absolutisht që qendresa jonë është historike dhe është nga më të bukura që ka pritur Shqipëria. Dhe kjo qendresë kaq e bukur, kaq fizike dhe kaq tasore është ajo që ka pritur gjumin e qeverisë.
do vazhdojmë çdo ditë më shumë e çdo ditë më fort. Tashmë është e qartë që ndërkombëtarët do jenë me ne dhe janë me ne. Disa prej tyre janë sot në stesh e disa do vinë ditët e vazhdim. Kështu që kjo është një mbështetje shumë e madhe. Fuqizimi i ligjit për zonat të mbrojtura, njohur ndryshe si ligji 21/24, i cili fatkeqësisht është nëna shumë të zezave që ne po përjetojmë këtu, i cili fatkeqësisht është stërpullari që po jepet tokat shqiptare në kapitër, ligji që ka prek Driti, ligji që ka prek Riollin dhe ligji që ka prek Sfarnecin. Ne duhet ju bëjmë thirrje të gjithë europianëve se ky ligj nuk prek vetëm Shqipërinë, por ky ligj prek interesat e gjithë bashkimit evropian. Ku funksionuar zonat e mbrojtura, ku funksionuar ekosistemi i Shqipërisë, normalisht direkt të modë dhe ekosistemi i bashkimit evropian. Aty ku ne duam të aderojmë. Ndaj do i flasim shumë fort, anullimin të ligjeve dhe norvegjës e kryeministrit. Po më do borrit kanë disa ditë që po thonë se me këto protesta po i trëmbin turistën, po këtu pak më parë sa po afrua një djalë nga Anglia, nga Mbretëria e Bashkuar, nuk e di çfarë do thonë, po thashë dua të them diçka. I heard that Rama said that these protests will make tourists scared to come. So I came all the way to the United Kingdom to prove that he's full of shit. I have experienced nothing but kindness and hospitality. And this country is so beautiful, far too beautiful to sell off to Kushner and his cronies. Also the elites can steal all the money and the people see none of the benefits. And so Rama, I ask only one thing of you. Not election! Atëherë, unë do të përmend se kush janë sabotatorët e turizmit në Shqipëri dhe le ta marrim vesh mbreti bashkë me klonët e Osborit. A ka sabotator më të madh se kjo qeveri, e cila kur erdhi në pushtet, euro ishte me 140 dhe sot që po ikën nga pushteti, euro ka rënë në 93. A ka po jo sabotator më të madh se sa shpersimi i leku në raport me euron me 35%. Dhe akoma nuk keni marrë asgjë, sepse kulmi i sezonit turistik nuk ka ardhur dhe se ku do ngalet euro vetëm i Zotit e gjithë. Kështu që të rezistojmë dhe protestojmë për ta larguar këto, sepse turizmi do të stabilizohet kur në Tiranë të largohet. A ka sabotim më të madh se mos të japësh certifikatën e bronzisë pronarëve të vërtet, duke mos i hapur atyre rrugën për të investuar në pronat e tyre. Sabotim është kur ndërtohet aeroport për fushat elektorale dhe mbas fushatës elektorale e mbyll atë. E mbani më luksin apo jo? Sa për ju se kukuruan
Do vitë duhet ishit turistët e parë që vinin në aeroportin e Florës, por për shkak se janë prishur bazaret në disë oligarkëve, Ramos dhe Balluku, ata po e sabotojnë turizmin, sepse ata nuk e duan turizmin. Por sabotim është edhe që autostrada Tiranë-Durrës të marrë 2 vjetë shkruar vetëm 6 kilometra. Sa kërkata të duhet për të shkruar në gjitha por ne qytetarët e Tiranës që të vishën dhe mos të mbrohen. Ta nga flasin për sabotimin e turizmit, për shumë se shkoni sot në Lorë, keni disa rrugë, jo vetëm një që i kanë hapur për t'i riparuar në sezonin turistik. Sepse nuk ju do libri sabotimi i sezonit turistik është vjetë në kishtë rrita dormi, dhe sot paratite nuk kishtë ujtë kishtë lajnë e Flora. Ky është sabotimi i turistit dhe e Tirana ku një investitor i huaj u rapër dekin në pikalimin e Kasharit, sepse si duket nuk ishte mbyllur pazaret me këta hajkop. Praktikisht Shqipëria është hapur për investimet tuaja vetëm për ata që ka punë në Raste, Tirana dhe Benito Balluku. Kështu që për këto arsye dhe shumë të tjera ata duhet t'japin dorëheqje si shqipëri. Unë ditë ku, si qenerat, se ka me rotë të një shari, dërsa sot spaku, ka në qysh, që t'il kam kur në rritën, dhe të t'soj Shqipine e të t'kenderojnë prokuror të spaku. Shusha e toni e Tiranën, e toni ministrët në afera korruptive, shonja ta në burë, pasi arrestimi e Tiranës do i hapte rrugë procesit dhe Shqipërisë së re. Pa tjetër edhe Berishës. Ramon Burr Berisha Burr! 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 Ramon Burr Berisha Burr!
që ka nga drejtune 2015 vjetë si banda kriminali. I ka kulturu shqiptarë. Unë vi nga qyteti vogël i Pleqinit. Me tradita dhe blerë vaj islamike në Shqipërinë e Mesme. Punat e qytetit Pleqinit ka qenë të përputhur njëra që në turizëm të pritë në gjamurin në Orlor. Por sot Pleqini është fatkeqësisht i qyteti mbaruar. Ka 36 vjet që merret peka palla nga hajkutët nga komuniteti. Kjo është realiteti. Hedhin qytetin tonë Pleqin, ka i kilometrë nuk shtrume, ja fallë, ja flenë. Po të vërje, po kjo hajkutë, tek ju. Ky me pleni, ky me plena, ky me lera për pleni, prishë. Duhet shkojnë furt, duhet shkojnë furt. Do të herë, po nuk shkojnë furt. Në të herë të gjatë. Unë jam nga ato figura, që bëj halal jetën një të sotë të përkohë. Unë sot të flasë pak vetëm për të shuajtur The Albanian Files, dosjet e Shqipërisë. I libër me 750 faqe ka marrë për ata titër në internet. Aty janë tokat e gjithë shqiptarëve. Në libër, kryeministri Rama të bashkëpunim me arkitekt ndryshëm, arkitekti Gjorgji, ka vendosur së bët në Shqipëri për 100 vite. Tokat tona, shtëpit tona, kullotat tona, lumejt, liçenet janë pjesë e disa projekteve që ne as nuk e dim. Rama mur Berisha mur. Qatë kësaj kohe që ne po flasim këtu, ka shumë projekte shkatruese që po vijojnë, si që ka dhe disa projekte që falë kësaj proteste janë ndaluar. Unë mendoj se ajo dosje do të jetë dosja që do e shoqëroj kryeministri Rama drejtën e qeni. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Fati ynë I madh që jemi të shuar pikërisht në këto moment kur thikat ishin vënë mbi hartën e Shqipërisë dhe Shqipëria ishte ndarë copa për oligarkë ndryshëm. Ajo dosje duhet jetë në telefona vënduar të secilit për ju. Ta shikoni me sy të duar se çfarë pritet nga Shqipërinë, nëse ne nuk përdormë rezistorë.
ti unin poshtë, se frika ta e kanë marrë. Tani Edi Rama ka frikë, ka ulan palla, turpë të si vendi. Ku jeni goja dhe ta o pallë tërë. Keni pari u shto për ja? Po bëhe me tyte, si do një shpreje vjetër popullore, fali po. Qeni aty ku hapë hukën, aty le. Edhe ty, u bësi këta. E janë turpë i Shqipërisë, mare. Po këtë na i përzon fëmijët, mare. E thonë Edi Rama, nuk e edhe ti të odik si të varrosësh nënën. Po ku e ne ti më ndurësirë? Po ti e cove nuk ka leta, nuk e priste nëna apo babaja ti ki vjetë të leta dhe ti. A e ti se mallkimi shqiptarë ty nuk të tëri të mbresh kohë. O njerës në poshtër, o njerës palqak. Ka, humantarë. Mos u mërzit, se tjep nga Europa, do të vi, rrë Shqipëri e lirë. Që mendon se ky shesh nuk është vetëm i Shqipërisë. Ky shesh është Europa. Ky shesh është e ardhmja e Europës. Kështu që po ja lë fjalën dhe do flas në gjuhën e vetëm, në gjuhën italiane që shumë shqiptarë e din, e njohin, megjithatë për ata që nuk e din, edhe duhet përkthejmë. Ciao Tirana! Per me è un grande onore e un grande piacere essere qui con voi oggi. Perché qui, in queste strade, nel cuore della rivoluzione dei fenicotteri, possiamo vedere l'Europa migliore. Non a Bruxelles, ma proprio qui a Tirana. Qui il popolo i propri corpi, la propria intelligenza, i propri bisogni, i propri sogni, il diritto fondamentale a decidere il proprio futuro. L'Albania, la sua terra, la sua bellezza, il suo patrimonio culturale non sono una merce da vendere al miglior offerente. L'isola di Satan, la natura di Nanda, e purtroppo tutto questo non accade solo in Albania, accade anche in tutta Europa e in tutto il mondo. Per questo che stanno facendo oggi qui è importantissimo. State facendo una storia. Mi sento
Pishulli Sazanit dhe Laguna e Lartë duhet të qëndrojnë të mbrojtura për gjithë brezat e arshëm. Dhe këto nuk duhet të bëhen parku i lojrave për pasanikët. Ky është një model që duhet kundërshtuar, sepse bazohet mbi korrupsion, mbi privatizime dhe mbi privilegjet, përfitimet, interesat e më fuqishme. Dhe fatkeqësisht kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Gjëra të tilla ndodhin kudo në Europë dhe në gjithë botën. Për këtë, ajo që përmirësohet shqiptarët në sheshe të përshëndetshme, shumë e raki integrimin Bashkimin Evropian. Ky është integrimi Bashkimin Evropian. Rama për Istanbul! Rama për Istanbul! Rama për Istanbul! Rama për Istanbul! Bashkëpunëtar nga diaspora. Në emër të mirëjes së diasporës të bashkuar kosovare, ju përshëndes dhe shpreh mbështetjen dhe solidaritetin tonë të plot në lëvizjen studentore dhe qytetare dhe me 5 kërkesat tuaja të artikuluara në protesta. Slogani Ramën Kur Berisha Kur ka mbështetjen tonë të plot dhe pandutur. Së pari, kërkojmë largimin përfundimtar të Sali Berishës dhe ekipës së tij nga jeta politike, sepse ai vahet përgjegjës për shkatërimin e ekonomisë shqiptare, duke nxjerrë jashtë funksionit mbi 500 ndërmarrje dhe institucione shtetërore, duke nxjerrë rrugë me mira punëtorë të larguar rrugë. Është përgjegjës për ndaljen e shoqërisë të majtëve të djathtë, sepse ne së pari jemi shqiptarë, pastaj vinë të tjera. Dhe kjo bëhet me qëllim për ta shpëtuar dhe për ta shqitur sa ne. Ai përgjegjës për degradimin dhe shkatërimin e infrastrukturës publike, energetike dhe komunikacionit. Ai përgjegjës për prerjen masive të kryeve dhe ullimeve, si dhe shqiptjeve të tyre shtëpi. Ai përgjegjës për shkatërimin e ushtrisë, duke larguar ushtarakët të aftë dhe me përvojë, si dhe duke shitur rezervat, armët dhe materialet ushtarake jashtë. Ai përgjegjës për shkatërimin e policisë së shtetit, duke larguar nga puna kuadrët të afta dhe duke
për ndërtimin e sistemi shëndetësor, duke larguar mjetët konstrukta mjetët e direktura dhe shkatërrojnë infrastrukturën e shtetit publik. Vajet përgjegjës për instalimin e kulturës së mjedisë së botës, në zgjedhjet e vitit 1996 e të dytësit e të tjera zjedhore. Vajet përgjegjës për lënjen e qytetarëve për lidhje të tëra pa furnizim normal me ujë dhe tjere krime. Fatkeqësisht, rrugën e nisur nga Sali Berisha e vazhdoi Edi Rama. Për të arsye, të dy janë tash përgjegjës për gjendjen e vështirë të vendit dhe duhet të mbajnë përgjegjësi bashkë me klikat e tyre politike. Edi Rama, përveç se vazhdoi modelin e këtë qeverisjes, sipas lidhjes tonë e thelloi Tërdoj dhe përshoj një administrat korruptuar të të nivellit, ju kësur tokave. Në hyrin Kosovë në pushtetit të forcave pro-sërbe dhe kundër qeverisë Kosovë duke bërë rrezik stabilitetin e vendit dhe pavarësisë tij. Ju kundërmu qeverisë Kosovës për ajo përpiqje të integruajë veriun e saj në kuadër shtetit. I bëni presion të madh qeverisë Kosovës që pranojë bashkësinë e komunave të shumicës sërbe në të Kosovën dhe të Shqipërinë. Për gjithë ato arsye, ai duhet të autorite dhe të përballet me përgjegjësinë që takon. E japim mbështetje të plotë dhe shprehim solidaritetin tonë me SPAK-un. E inkurajojmë ato të vazhdojë hetimet ndaj të gjitha krimeve, pavarësisht se disa nga autorët e tyre sepse padrejtësi nuk ka shoqëri të lirë. Kjo lëvizje e nisur nga rinia. Kjo lëvizje e nisur nga rinia e mrekullueshme shqiptare, nuk është vetëm e tyre, por e gjithë shqiptarëve në atë dhe në diasporën e këtij shqiptare. Kjo është një betejë për sot me dorë, për të rinin.
Përshëndetje, unë quhem